Ngjarjet e përshkruara në këtë lajm përbërjnë një pasqyrë të qartë të një periudhe të errët të historisë së Shqipërisë, ku mungesa e rendit dhe e drejtësisë krijoi terren për dhunë dhe hakmarrje. Historia nis në vrasjen e Sokol Muhillit në vitin 1997, një vit që konsiderohet ndër më kaotikët në vend, kur kolapsi i shtetit dhe shpërndarja masive e armëve e kthyen jetën civile në një realitet të pasigurt dhe të rrezikshëm. Në këtë klim të trazuar, konfliktet personale shpesh përfundonin në tragjedi. Vrasja e tij, sipas dëshmive, nuk ishte rezultat i një konflikti të njohur publikisht, por lidhej me një marrëdhënie që kishte nisur si shoqërore. Kjo e bën ngjarjen edhe më të ndërlikuar, pasi tregon se dhuna nuk buronte vetëm nga armiqësi të hapura, por edhe nga tensione të fshehura dhe të pasgjidhura. Fakti që autori i dyshuar, Rezar Metaj, rezultonte në kërkim vetëm 2 vite pas ngjarjes, nxjerr në pa dobësinë e institucioneve shtetërore në atë kohë dhe vonesën në vendosjen e drejtësisë. Kjo mungesë e reagimit shtetëror pati pasoja të rënda. Vëllezërit e viktimës, të mbingarkuar nga dhimbja dhe ndjenja e pafuqisë, vendosën të marrin drejtësinë në duart e tyre. Në vitin 1999, ata kryen një vrasje për hakmarrje, duke vazhduar kështu ciklin e dhunës. Ky akt nuk ishte thjesht një krim, por një reflektim i një realiteti ku besimi tek shteti ishte thyer dhe individët ndiheshin të detyruar të vepronin vetë. Historia bëhet edhe më tragjike kur merret parasysh dimensioni njerëzor. Djali i viktimës, Stenaldo, ishte vetëm një muajsh kur humbi tatin, duke u rritur me një histori që e njohu vetëm përmes rrëfimeve të tjerëve. Ndërkohë, vëllezërit që kryen hakmarrjen jetuan për dekada me barën e veprimit të tyre, duke u fshehur me identitete të rreme në një vend të huaj. Zbulimi i tyre pas më shumë se 20 vitesh tregon se, pavarësisht kohës që kalon, e kaluara nuk zhduket ve drejtësia, edhe kur vonon, kërkon të dalë në dritë. Në thelb, kjo histori nuk është vetëm një rrëfim individual, por një simbol i një periudhe kur shteti humbi kontrollin dhe qytetarët mbeten të pambrojtur. Ajo dëshmon se mungesa e drejtësisë institucionale krijon hapësirë për hakmarrje dhe dhunë të vazhdueshme, duke lënë pasoja që zgjasin për breza të tërë. Për këtë arsye, ajo shërben si një kujtesë e fortë për rëndësinë e një sistemi të drejtë dhe funksional që garanton siguri dhe drejtësi për të gjithë qytetarët.